Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 2 mars 2026. Po ja afrohemi pranverës dhe unë uroj një muaj të mbar, edhe pse jemi data 2, jemi fillim të muajit. Çfarë na ofron kjo ditë edhe ku do të bëjmë kujdes? Është shumë e rëndësishme pikërisht data 2, një ditë të mbar, javë të mbar ju uroj gjithashtu. Ka përqen sepse për shumë arsye lidhet me çështjet ekonomike financiare, lidhet me ndryshimin dhe vendimin që merren në kohën e duhur, por gjithashtu paraditja na mëson shumë gjëra ku realizojmë, vazhdojmë, ndryshojmë shumë gjëra në jetën tonë. Është një moment dhe një mundësi shumë e mirë mbi zhvillimet e reja që kanë të bëjnë në lidhje me punën dhe sidomos shenjat e zjarrit kanë një rëndësi të veçantë, siç është dashi, luani, shigjetari, të edicitit parë dhe edicitit të tretë. Kanë ndikime shumë mira sepse në takimet dhe në bisedime që ata do bëjnë, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për sa i përket çështjeve madhore, për sa i përket ndryshimeve dhe vendimeve të rëndësishme. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, kjo është shenja e dashit. Përsa përket shenjës së dashit, duket se dashi nga njëra anë ka një mundësi plus përsa përket zgjidhjes së problematikave të ndryshme ose mundësive që jepen. Është koha dhe momenti i duhur mbi disa ndryshime të papritur që mund të ndodhin, ka të bëjnë me anën ekonomike, sidomos nga dreka, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën e dashurisë, duket se me peshorët e edicitit parë dhe bricapët e edicitit të tretë ka diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, me kësaj demi duket se dy gjëra ka kryesore: punën, stabilizimin dhe orientimin. Është mundësia me momenti më i mirë miqtemi të kësaj shenje se kjo javë dhe ky fillim muaj është mjaft i dobishëm, i rëndësishëm për ato që do vinë dhe ato që dëshironi të realizoni. Është një periudhë gjithashtu me takime, bisedime, çështje të rëndësishme që lidhen me punën aktuale dhe jo vetëm. Të 30 ditët ka një mundësi shumë mirë dhe nga një udhëtim i papritur mund të jetë shumë me leverdi që lidhet me punë dhe me dokumentacione. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me bricap dhe me virgjëresh, duket se kanë një kuptim tjetër, ndikim favorit. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, binjakët duket se tani e tutje janë në rrugtimin e tyre drejt një ndikimi shumë të madh, pozitiv, sepse ka një mundësi të artë në anën e biznesit në lidhje me karrierën sidomos. Është momenti i duhur për të stabilizuar, konkretizuar një lidhje apo një problem që keni pasur për disa kohë. Vjen një mundësi tani, sepse është mundësia dhe koha e artë për të bërë lëvizjen e duhur në ekonomi, në çështjet që lidhen me udhëtimet, lidhen me bisedimet, duket se tani është një kohë mjaft e rëndësishme. Sidomos në dashuri, duket se me bricap dhe me akrep kanë diçka shumë të rëndësishme me njëri tjetrin. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për ju të shenjës së gaforres, edhe pse keni pasur disa çështje të pazgjidhura ose një mundësi shumë mirë tani, gjithmonë gaforja është një hap para asaj çfarë ndodh dhe mundësisë që jepet në kohën e duhur për çështje të rëndësishme dhe financa që kanë të bëjnë, lidhet edhe me ndikime dhe ndryshime që kanë të bëjnë në fushën e punës së tyre, në lidhje me karrierën. Me karrierën duket se ka të bëjnë edhe gjërat e tjera që do të jeni në rrugtimin tuaj të drejtë për së drejti, ku është momenti më i mirë dhe më perfekti. Ajo që do të keni bashkim familjar, duket se është me dash dhe me akrep të 10 diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Me luanët jo se ka diçka që nuk shkon ose ka diçka problematike në lidhje me ndryshimet ose takimet e marrje vendime të rëndësishme që mund të lidhen në anën tjetër, një nga kuptimet marrje vendimit të rëndësishëm në kohën e duhur,
çështje që lidhen me anën e biznesit, lidhen me karrierën, lidhet edhe me disa takime mjaft të rëndësishme, sepse ka të bëjnë luanët nga njëra anë kanë mundësinë ose kohën e duhur për sa përket zgjidhjeve konkrete në punën e tyre. Megjithatë kanë pasur edhe disa çështje problematike më përpara, por janë drejt zgjidhjes dhe tani vjen momenti dhe koha për sa përket çështjeve të ekonomisë dhe të lëvizjeve që juve do të keni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me dash dhe me bricap duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë virgjëresha. Për virgjëreshat të duket se tani e tutje kanë një mundësi, një kohë mjaft të mirë, sepse zgjidhjet e problematikave, momentet që juve keni dhe kohën e duhur për të zgjidhur çështjet nga më madhore që juve keni, është momenti, është periudha, është koha e duhur, sepse duke zgjidhur anën ekonomike financiare nga njëra anë, nga ana tjetër kemi mundësinë e periudhave të ndryshojnë shumë në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime të mëdha që vijnë nga ana juaj, por gjithashtu kemi edhe një nga ndikimet më të mëdha dhe më të sofistikuar nga njëra anë, sepse virgjëreshat kanë dinë se ku do të shkojnë dhe çfarë duan të realizojnë. Është një kohë mjaft e mirë për virgjëreshat për të nisur një rrugtim të ri drejt punës, drejt karrierës së tyre dhe jo vetëm në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me shigjetar duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshoreve. Për sa përket peshores, megjithëse peshorët duket se tani në këtë periudhë kanë disa ndryshime mjaft të mëdha, ndryshime ekonomike, mund thosha unë, në lidhje me ekonominë, në lidhje me punën. Me ekonominë sidomos keni një ndikim shumë të mirë, sepse nga njëra anë do mbyllni një punë shumë të rëndësishme dhe kjo bën që juve të keni kohën, keni mundësinë, keni periudhën ku ndodhin fenomenet dhe është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me demtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit tretë, që është perfektja dhe mund të nisni diçka të re. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Meqense akrepët nga njëra anë duket se ndryshojnë shumë gjëra, por nga ana tjetër mërziten sepse nuk i përfunduan gjitha. Jo, miqtë e mi. Keni kohën, keni momentin, keni ndryshimin e madh që vjen drejt jush. Është një mundësi mjaft e mirë, një mundësi shumë e rëndësishme për ekonominë, për punën, stabilizimi ai që ju ndihmon jashtëmase në ndryshimet e mëdha që keni dhe një çështje madhore ekonomike financiare realizohet tani. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, megjithëse shigjetarët duket se tani e tutje kanë mundësinë, kanë kohën e duhur në anën e financave, në lidhje me biznesin, në lidhje me disa takime shumë të rëndësishme. Një takim që mund bëhet tani është një takim mjaft i mirë se lidhet me punën aktuale, lidhet edhe me disa vendime të rëndësishme që mund të keni, janë vendime historike në anën ekonomike. Një nga momentet më të mira që do të keni tani tutje janë disa çështje madhore financiare dhe çështje biznesi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me demtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit tretë që është perfektja, dhe një çështje madhore ekonomike financiare duket se zgjidhet pikërisht tani në këtë periudhë, edhe pse disa problematika të vogla janë zgjidhur tani tutje, jeni në anën më të mirë. Dashuria duket se me luan është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Bricjapi të dashur duket se tani në këtë periudhë ka koha, momenti i zgjidhjes problematikave të ndryshme, i periudhës që ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me ndryshimet. Megjithëse gjithmonë bricjapet janë një hap para se çfarë ndodh dhe koha për ndryshime të mëdha që keni tani tutje. Një nga momentet e mundësitë më të mëdha që keni është periudha shumë pozitive, koha e duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet e mëdha që do të keni tani tutje dhe një nga momentet më të mira që do të pasojmë në tutje, sepse është lëvizja e punës, është karriera, është ajo që juve keni dhe mundësitë që ju jepen. Është një nga mundësitë më të mira dhe bisedimet në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrepët dhe diçit parë dhe me binjakët dhe diçit tretë është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për sa përket shenjës së ujorit, megjithëse ujorët duket se kanë të bëjnë në lidhje me takime, lidhje me bisedime, lidhje me ndryshime, do thosha unë ujorët kanë gurin dhe arën dorë për sa përket punës së tyre, për sa përket karrierës, por pikërisht kjo javë, kjo ditë, ky muaj është mjaft solid për juve, sepse zgjidhni shumë probleme,
të rëndësishme, çështje që keni pasur shumë problem i zgjidhni dhe janë disa çështje shumë të mëdha ku do të shikoni t'i zgjidhni në mënyrën më perfekte të qenë ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me binjak duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket shenjës së peshqeve, megjithëse peshqit të duket se tani e tutje, jo se kanë pasur probleme ose kanë pasur diçka që nuk e zgjidhin dot, por vjen një moment tani, një moment që do kenë mundësinë, jo se do kenë probleme në lidhje me punën, por do t'i zgjidhin çështjet nga ana më e mirë e mundshme për sa i përket ekonomisë, për sa i përket ndryshimit, për sa i përket vendimeve që marrin tani e tutje. Por nëse ju keni mundësinë për të zgjidhur shumë çështje të pazgjidhura, që gjithmonë peshqit mundohen shumë për sa i përket çështjeve të karrierës dhe vënë pikat mbi i për gjërat më të rëndësishme ekonomike, dhe kjo do të thotë që tani është një moment mjaft pozitiv, sepse do të keni ndryshime dhe ndikime shumë të mëdha në fushën e punës suaj, në fushën e karrierës suaj, se në lidhje me karrierën njerëz sidomos është një nga momentet më të shkëlqyeshme, sepse janë çështjet e surprizave, janë ndryshimet e punës, janë edhe koha e duhur, që do të thotë për punën, do të thotë për karrierën, do të thotë edhe për disa ndryshime të tjera që lidhin ekonominë me dashurinë, pra ka diçka shumë të madhe. Në lidhje me dashurinë, edhe pse keni pasur disa problematika të vogla juve para disa kohëve, por mund të them që ka të bëjnë me kuptimin e plotë të gjërave dhe të çështjeve që kanë të bëjnë me fazën e disa takimeve që do të keni në lidhje me një blerje, jo çështje peshqeve, por kjo ngjelet për të pa për arsye të karrierës suaj, sepse nga njëra anë keni mundësinë sepse i zgjidhni gjëra siç dëshironi juve, por nga ana tjetër do të pasur pak kujdes në udhëtimet, sepse disa dokumentacione që prisni për t'i realizuar i realizoni. Është një mundësi shumë e mirë tani mbi çështjet e karrierës, mbi ato ndryshimet e mëdha që vijnë tani e tutje, por është edhe periudha, është edhe koha e duhur mbi stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave madhore për juve të kësaj shenje. Kto ishin për sa i përket çështjeve që lidhen për këtë ditë në fushën e dashurisë, në fushën e ekonomisë dhe jo vetëm. Meqense ky fillim jave është mjaft e rëndësishme për gjërat që doni të bëni, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Dhe ajo që do shikoni dritë në fund të tunelit më të rëndësishme në fushën e dashurisë për ditën e sotme duket se janë peshqit. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, lidhje me biznesin, lidhje me ndryshimet të reja që presin të fillim javë, janë shenjat e zjarrit, siç është dashi, siç është luani dhe shigjetari të ditës dytë dhe të tretë, pra e tham në fillim të emisionit. Para se të ndajemi bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikime të detajuara. Atëherë, duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, atëherë shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin dhe më pas flasim bashkë në Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve. Dita erdhi. Ditën e mërkurë, në orën 20:00, live në pyetje përgjigje. Dhe nëse doni më tepër, atëherë si mund të merrni në privat më tepër informacion personal në kohën që ne jemi live, atëherë në parë kemi pikërisht këtë butonin këtu, e klikoni, ndiqni hapat dhe jeni gati për dërguar mesazhin. Doni më tepër mbasi përfundon emisioni dhe juve të kaloni në drejtare në private, atëherë kemi membership. Është pikërisht këtu, këtë butoni, hapni, këzoni të dhanat me një abonim momental, pra sepse është për momentin që juve pyetje përgjigje doni më tepër informacion rreth çështjeve që ju intereson. Nga unë një Rrugë Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Jesë mirat.